Dhoma e përfaqësuesve në Shtetet e Bashkuara ka miratuar një projekt ligj rekord për mbrojtjen me vlerë $1.15 trilion, pavarësisht kundërshtimeve të forta nga demokratët. Miratimi i buxhetit vjen në një periudhë tensionesh të larta ndërkombëtare, veçanërisht pas përshkallëzimit të konfliktit mes SBA-s, Izraelit dhe Iranit, çështje që ndikoi edhe debatin politik në Washington. Demokratët kanë kritikuar presidentin Donald Trump për përfshirjen e SBA-s në sulmet ndaj Iranit pa një autorizim paraprak nga Kongresi, duke kërkuar më shumë kontroll parlamentar mbi vendimet ushtarake. Paketa e mbrojtjes përfshin edhe rreth $60 miliard fonde shtesë për shpenzime ushtarake të destinuara për operacione sigurie, mbështetjen e aleatëve dhe përballimin e sfidave të reja gjeopolitike. Mbështetësit e projektligjit e cilësojnë të domosdoshëm përforcimin e sigurisë së SBA-s, ndërsa kritikët paralajmërojnë për rritjen e shpenzimeve ushtarake dhe mungesën e mbikëqyrjes së mjaftueshme. Projektligjet pritet të kalojnë tani në Senat, ku do të zhvillohen debatet të tjera për përmbajtjen dhe pasojat e tij financiare e politike.